Dilim nga puna, shkonim të shtëpia qendrore e oficerëve, hanim drekën, e hipnim bicikletës, shkonim atje lart, pushonim në një copë, pastaj zbresnim poshtë te xhiru e madhe. Po xhiru e madhe atëherë ishte paratë e madhe. Xhiru e madhe e Tiranës, që te universiteti deri te treni sipër atje. Takoj një bashkëtarin tim, po i ikur që gjatë luftës ai, po banonte ndaj lart nga Varribamit. Qa bën si je, si shkon mirë? Qa bën ti, tha, me qa meresh? Tash unë nuk e diti, unë punoj në atëre. Jo atë e dita, po detyret e tua i ke bërta. Qa detyret e shumë? Detyret ta ke gjetu në i shokja, apo jo, tha? Ai, thash unë, jo akoma. Po pse, tha, pre të rritesh? Po jo, i thash unë, po duat gjej në një, thash unë, që ti më kuptoni, thash, të gjej në një që të më kuptoj mua, po të kuptoj edhe ata që kam atje. Se unë, thash, dua që ta qoj edhe atje. Ashtu s'ka, thaj. Ishte një këtu, tha, një vajzë, tha. Po iku e mbaroj, tha, për doktoreshta dhe iku në Lushnje. Ishte ndetha nga Kalivaçi. Qëse e thash? Vajzë e filanit, tha. Thash. Po qa ka mbaroj kështu, tha, për dentiste. Ajo, thash, vajzë e mirë, tha, po për të mos e zgjatur, se duke sikur tregojmë rralla. Për të mos e zgjatur, në përmjet e një shoku i cili ka vdekur e që banonte në Lushnje dhe e njifte këtë dhe ashu, kryua mundësin, vajta në Lushnje, ashu, e u pam, ashu, e ndoqja një qik nga largë, ashu, ca historira nga këto roz, këshu, edhe u lidhëm. Doja që ta kisha ndej, sepse gjithsesi mund ta merja edhe nga Tropoja, mund ta merja edhe nga Shkodra apo nga Korça. Po siç më kupton kjo me Kalivaçin tim, me ashtu nuk do më kuptonin ato. Kështu që e filluam me vështirësi shumë, e mora e futa atje te hyrje beqarve, i thash atij shokut, i thash dilni çik nga dhoma ti, i thash unë se thash. E futa atje ka lindur çuni. E mbanim çunin se ishte dhoma shumë e vogël, atje e mbanim çunin në atë tavolinën ku hanim buk. Hiqnim pjatat apo ato, edhe vinim atë çunin të lidhur kështu me atje e mbanim. Shumë vështirë. Kemi ndenjur gati 3 vjet atje. Dhe pastaj mora dhomë kushin atje te Varribamit atje, ndaj një 20 vjet atje. Edhe ajo duke qenë edhe ajo nga Kalivaçi, edhe unë nga Kalivaçi, të dy ka patur raste që kemi bërë edhe xixa. Po, se stralli me stralli bën xixa. Por jam i kënaqur sepse ajo më dha 2 fëmijë, një djalë e një vajzë, të cilët nuk dua që as të bëj qefin, as të lavdroje dhe ashu, por i bëjnë detyrat e tyre, tani janë familjar për vete, kanë nga 2 fëmijë, kanë shtëpitë e tyre, kanë punët e tyre, kanë angazhimet e tyre, dhe nuk harrojnë që ta kthejnë kokën edhe nga unë edhe nga Ema, domethënë për çdo gjë që ta shoh. Kështu që ju keni 2 fëmijë ashtu sikurse e thatë, një djalë dhe një vajzë. Rrugtimet që ata kanë zgjedhur në jetën e tyre, zoti Aliu, ja keni imponuar ju me bashkëshorten tuaj, apo ka qenë thjesht një dëshirë e tyre për të zgjedhur këtë rrugtim që ata kanë? Këtu me ke zënë çik ngushtë, sepse ndjehem borxhli, sidomos ndaj Timbiri, djalit. O kisha unë mundësi ta rregulloja Timbir në fushën radio televizive, ose në fushën e artit, ose në çdo fushë tjetër, ose kishte njëri tjetër. Por, ate donin shumë dajat e vetë. Dhe u lidh me ata, mbas tyre dhe unë nuk doja që ta shkëpusja, se thosha ku ka më mirë se sa me dajat e vetë. Ata kishin një lloj aktiviteti kështu, po punë me këto mjetet mekanike, jo vegla, makinash, ku di unë dhe ashtu. Edhe hyri si prinçik atje djali dhe mbeti atje. Mbeti atje me ata.
Dhe sot e kam pishman që do ta kisha bërë o gazetar, ose operator, ose do më thënë, mund për të mos e zgjatur. Me djalin e kamerak. Jo se ai nuk është i Zoti, ai e përballon vete dhe është ashtu, po do ta kishte patur një çik më të lehtë jetën. Do ta kishte patur një çik më të shtruar rrugën. Ndërsa vajza është nga ato që më është ngjitur si rrodhe që në fillim, e vajzat po si vajzat. Ajo dilte nga shkolla atje te Kosova edhe vinte te zyre babit. Aty edhe rrinte aty. Mirëpo atje shikonte, kishte kurreshti e kështu gjithandej ashtu. Dhe më shqepur në aktrim që atëherë. Dhe sot është një nga dubluset më të njohura, se angazhojnë për filmat e për këto, domethënë e angazhojnë, por është me profesion, është juriste. Edhe kështu që mirë janë, nuk janë keq. A do të ishin më mirë, po sikur të kishin zgjedhur atë apo atë, nuk e di. Por unë i kënaqur jam. Përveç pengut të djalit që nuk i keni krijuar mundësinë, përveç faktit që keni pasur një pozicion pune të mirë në Radio Tirana, ka ndonjë peng tjetër në jetë Xhelil Aliu? Jo. Unë vetë, shiko, unë mundohem të eci me këm në tokë edhe të jem realist në gjykime, sepse unë bëj edhe analizën kështu, e kthej kokën pa, eci përpara, po e kthej kokën pas. Unë mund t'isha harruar me ko nga kjo botë, sepse më ka thirrur vdekja jo njëherë. Edhe i kam shkuar vdekjes te goja jo njëherë. Dhe mund t'isha harruar. Po ta them me të vërtet, jo njëherë. Po kam shpëtuar, ja ku jam. Kam bërë diçka. Më vjen mirë që më njohin si emër, bile më njohin aq sa se kisha menduar, po shansi i tillë keq ashtu. Kështu që nuk mund të them mund t'isha bërë në një politikan i njohur, mund t'isha bërë në një president, nuk është në preferencat e mia. E kuptoj. Nuk është në preferencat e mia. Sepse sidomos fusha e politikës është fusha më e keqe për mua, po më e domosdoshme për shoqërinë njerëzore. Je i detyruar që të bësh atë që të thot ai i madhi dhe ti nuk kthehesh dot mbrapsht. Në qoftë se do kthehesh ose ta kundërshtosh, atëherë do të kesh qafën edhe dash. Kam një pyetje meqense e bët këtë parantezë ta qenë kështu, zoti Aliu. Por në televizion nuk ndodhe në televizion që imponohesh nga kryeredaktori apo drejtuesi i medias që o bëj kështu si them unë ose mund të thyesh edhe qafën. Pra me pezullim nga puna. Dëgjoj. Unë them që një punonjës i medias në radio apo në televizion nuk mund të dalë dot nga shinat e përgjithshme mbi të cilët ecën ajo media. Nuk mund të dalë. Bie fjala, edhe në qoftë se mua nuk më pëlqente dikur para 90-s që ta nisja emisionin bie fjala, një emision në udhëheqjen e partisë dhe të Shokut Enver, isha i detyruar që ta bëja këtë gjë. Sepse në qoftë se nuk e bëja, atëherë më thoshte hajde në çiktu. Kështu që edhe në mediat e sotme ka media private, ka që domethënë ecin edhe në unison me politikën e përgjithshme, ka gjë ashtu. Po ka që ecin pavarur, ashtu. Po në qoftë se shkelin atje ku nuk duhet, edhe ata privatët, edhe ata janë detyruar që të thonë dale se s'të lekush. Jenë në një terren, jenë në një ashtu të përgjithshëm që je i detyruar do apo nuk do.
mundet që unë me shefin tim të debatoja dhe të mos pajtohesh afare. Po tek e fundit, ai do të fitonte sepse ishte ai që ishte besuar për të qëndruar në të pozicion. Kështu e ka edhe sot. Kështu besoj se funksionon. Në qoftë se Zoti Aliu jeta ju do të kishte një titull, do të ishte shkruar si një roman. Ju, si preferoni që ta titullonit këtë, jetën tuaj? Ti më futet të ndërrimet, por unë kam botuar disa libra, kam edhe disa tjerë në ashtu, dhe ajo që më mundon më shumë është pikërisht ajo gjetja e titullit. Sepse titulli duhet të ketë një domethënie që ta justifikojë edhe brendin e për gjithçka. Kështu që nuk di të gjej një titull të përshtatshëm për jetën time në përgjithësi, kështu. Sepse është një pyetje që po vras mendje, po nuk po ashtu, se besoj që ty nuk të mbetet hatri që unë... Pa diskutim që jo, unë, për mua ndër dhe kënaqësi është që ju jeni pranishëm ditën e sot me këto, është një obligim për mua dhe falenderoj këtë pjesë, por kam edhe një pyetje tjetër për ju, pasi ne po shkojmë drejt fundit, Zoti Aliu. Jo, kur jeni aktualisht sot në këtë moshë, dhe shpeshherë besoj se qëndroni vetëm edhe keni këto mendimet tuaja që ju kthejnë në fëmijërinë tuaj të hershme. Atij djalit të vogël, çfarë do t'i thonit? Djalit tim, e kisha pyetjen në djali vetes tim. Po, vetesoj kush një djali i vogël nga Kalivaçi që ishte përballë një fakti që nuk dinte se ç'do ndodhte me jetën e vet, kur u pezullua diploma, qëndronte në Tiranë, vinte vërdall, prindrit e vet u hapën fjalë, kur mendoni këto gjërat, si ndjeni? Ti djalit e di çfarë i them? Po. Ke lindur në një ditë të bekuar që t'u dha mundësia të ecësh në rrugë të pashkelura dhe të dalësh i kënaqur deri në fund, sepse njeriu sa më shumë të pretendojë aq më mirë është. Por unë jam kundra pretendimeve të mëdha, atyre domethënë synimeve, se bën vaki që ti synon shumë, pretendon shumë edhe kur nuk e arrin, te lishgënjyer. Unë të thash, mua më ka marrë rastësia prej dore, është edhe jo një herë, më ka marrë rastësia prej dore, edhe më ka thënë që mos kalo këtej, po kalo këtej. Dhe më ka nxjerr faqebardh, si thua, nuk mund të them që mund ta kisha ngrysur gjithkohën duke ruajtur dhitë e dhënta atje. Mundet të kisha mbetur duke lëruar tokën me qe. Mundet të kisha përfunduar atje në ato minierat që vajta punova, mund të kisha përfunduar me ndonjë zgafellë